Jam sot këtu për të kujtuar ushtarakun Kukshan Latif Shehu në 67 vjetorin e datëlindjes së tij. Themi kështu pasi ai ndroi jetë në Kanada dhe shokët të gjithë moshatarët e tij të jetës ushtarake nuk patën mundësi t'i thonin dy fjalë sepse ai u varros atje. Ai vërtet vdiq para kohe, por ai sot bëhet i rilindur me shokët, farefishin e gjithë rrethin e tij familjar. Ai do të ngjelet prap në moshatarët e tij me kujtime të pafund. Për më tutje, vargjet e mia vazhdojnë. Në Kukës së vjetër, Latifi u rrit në një familje për të marrë shembull, në atë vend ditë për ditë që për moshën lanë një emër. Me vullnet dhe mençuri që kjo e shoqëroi gjithë jetën, gjen në studime në akademi gjithmonë prind në të vërtetën. Gjitha studimet që i mbaroi dhe u fut me zell punës, detyrë të re ai filloi komandant i brigadës së Krumës. Latif Shehu shumë dallon në shërbime dhe kohë të lirë, punoi gjatë në divizion planizimi shumë i mirë. Njeri i thjeshtë dhe shumë i dashur me kolegë dhe moshatar, shok i mirë dhe i paanshëm gjithmonë e kemi parë. Mësoi mirë dy gjuhë të huaj, italisht dhe anglisht, gjuhën e nanës do ta ruaj dhe pranë Kukësit prap do t'ish. Me ide nga perëndimi, nga familja kur s'u nda, si shumë të tjerë emigrimi ftoi Latifin në Kanada. Por një smundje nuk ju nda, për 2 vjet nuk u dorëzu, larga dheut në Kanada, zemra tij ka pushu. La bashkëshortën me 2 yje, la një motër që e don fort, la 2 vëllezër në pikëllime dhe kolegët syt me lot. Ti nuk vdiqe, por ke datëlindje sot në këtë fund janar, 67 vjet prap kanë hije si shok i mirë dhe ushtarak.